të bë vesh miza për qetësisë kësaj pjese. A din kur shkon, a ke kanë vatbuën ti marrë kështu kur shkon që s'dën gjumi prej qetësisë. Që të bën vesh i shtesh kanë bën për qetësisë. Një pjesë kështu. Por na doli Danja një personazh si ai Qingji që pin dy nana ai, Qingji Ur. Qingji Ur pin dy tita. Kam përshtypjen që Rizarta dal nga dal, po zën vendin e Danjës si personi me kulturë, me ashtu, edhe marrë. Dhe detyrimisht Danja duhet mu spostu mu bë gert. Ja, Danja të shi ka fillu, ja, mu bë gert, ma ja. Po që pra del si e pa bes, si përcjell ka nuk ka as besnike, nuk po i ku meritet për mënyrën se si artikulon si me kulturë, po them që Rizarta dal nga dal, po ja zën vendin dhe po fiton mendoj edhe me lidhjen që do me kriju me Aldon të nga dal, jo të zitu me si Ola që është vetëm all in bla. Pra po e merr shtrum me edukat, që ka një plus më shumë Rizarta, po t'i krahasojmë dy personazhe turta me që flasin me që janë të përmbajtur. Fiton një plus për isaj lidhjes si do me kriju këtë dal nga dal të jo të mundshme. Mua di që më përshtypje. Sigurisht që m'bjen sy mu, sepse edhe shoh me vëmendje se si shkon edhe trajektoria Rozans, me që jam të e njek edhe të e kuotu mirë. Por edhe jashtë kësaj, mu m'ban përshtypje se si Neda është tonë kohën e kon objektiv, dhe më thonë, ku ta poshtë, e ko shumë personale me Rozanin. Si mundet me ka një opinionist dhe me pas ka shumë personale brenda vetes me një banor që është duke marrë pjesë në atë garë ose starring, se kjo është vipash. Kjo është starring në atë garë, pra është duke lujt, duke të zonë një vend shumë të rëndësishëm. Neda i thot Danjes. I heri tha, ju përgëzoj për nivelin që i tregut. Pra për Nedën, mjafton mos me bërtit dhe është nivel. Pa çka se kret kontenti asoj bisede është një uj i kot, i uj i najër. Kontenti kret bisedës që i tha Neda për nivel, është kontenti ma pak i shikumi këtij sezonin Big Brother. Ka pas kanë ajo Jacqueline, ajo është të shi, po përmend emra të kafshëve të kalume, jena të fol për këtë Nedën që i thot, tekstualisht i shtu Danjes. Edhe Danja, për kundra asgjë nuk mendoj që është dinake. Finoke i thot ajo. As finoke. Pra gjithsesi nuk kam marrë dakord me ty. Pra tregon. As finoke nuk mendoj që, po përkundra asgjë u tregu shumë e sinqert Biles, që i kërkoi falje Aldos publikisht për zgjedhjet e saj të gabume thot në fillim, sepse Danja tha në fillim kam qesh me batutat e Rozan, se kam marrë një shoqënie, jam ndje keq, kam gjetë veten aty me u çliru i fije. Dhe më mrapa thot Danja, fillova mu marrë me Aldën, sepse në fillim e shmangsha Aldën, më mrapa lash Rozan e fillova me Aldën, dhe Neda thot ky është nivel dhe mi gjitha u tregu, më vjen mirë që u tregu edhe sinqert, edhe tregoj vetveten, edhe kërkoj falje publikisht Aldës për ka bëj gjot mirë që i ra hasha Rozans. Imagjino sa fiksime ka Rozan e Neda. A thua është vegël e produksionit, siç po kena shumë banorë që po na dalin. Mos është edhe Neda aty që ja kanë lënë për me ra ashtu, për me ngacmu, për me bë më të fortë. Kur i bën sa më shumë me ra, do me bë më të fortë. Mendoj që me i ra, si mas skenarit, është ajo që i bën Arbri, dhe Arbri e bën shumë bukur. E bën ashtu siç do donim edhe ne me ngacmu lojtarit. Ke do lojtar, s'ka rëndësi se ke. Pra dhe i tesh i tha, Gerte si thot Arbri, kur i pyeta kush është në ekipin e divanit kush të Aldoja, nuk du me ta thani. Aty i fut filmin e ngacmon. A kupton? Kjo është një ngacmim kështu, skenarit për me njall kuriozitete me njall i fije debatet. Po jo, komplimente e Danja, që i re hasha Rozans dhe i them fal Aldos, për i natë Rozans, plasë Rozan, thot. Neda në tekstin e koj, si po plasë e njëri, s'kam si me abo me plasë. Ma cek pak këtë marrë se nuk e njeka me vëmendje pjesën e psikologut aty. Po, të rrëfimi e Rizartës. Tu kalu limitet më vonë, jo vetëm mbrand aty po janë tu kalu të edhe në limitet lojnash edhe në produksionin e çdo gjë. Për mendimin tim,
Po jo vetëm për mendimin tim, po ai rrëfimi, me sa kuptova unë, është bën në një seancë këshillimi apo ku di unë. S'lejohet, më. Dhe seanca me psikologun, dhe me thënë psikologu licencohet për i këtë punë. Se s'na tregon ekrin me psikologun ku kanë fol, na japin video. Sa është më interesante, jo kjo. Gjithatë Ledioni mundu me riparu këtë situatë, që i tha ishte një bashkë bisedim me vllajën e madh, siç bën çdo herë. Jo, i tha kjo, ishte një takim me psikologun. Edhe në fakt psikologu me hall në treg për transmetim, për me bërë show, për ton popullin, jo vetëm për dikë tjetër, se s'lejohet as me ta thanën ty. Sikur ti shon psikolog, kam dëgju kam fol me të jena këshillu. Edhe vjet ta tregoj ty s'lejohet me bë këtë. Imagjino të sa lejohet me transmetu në Prime në Big Brother seancën. Edhe ajo nuk e pranoi kollaj, sepse tha kjo është drejt që me mu shfaq këto situata. Po jo, ti e refuz sinqerisht. Po pra, prandaj i besoj psikologut. Prandaj rrefem sinqerisht taj, sepse du me riparu problemet e mia. Kush është qëllimi më marrë se dakor kur do me zjarr Gertën keq sepse një ashtu është e kështu. Kush është qëllimi me zjarr Rizartin, një natyrë të poç që të transmeton kush është ky qëllim me zjarr keq, më i zjarr një gjë keqe. Ku qëllimi më? S'është puna keqe mirë, se ato në fund edhe pse ajo ka shpreh disa gjëna sikleqme, jo të këqija. Të sikleqme, si më thon. Po se ajo ku është qëllimi? Të sikleqme, qëllimi është i njerëzit gjejnë shumë vetë, të rrik vëmendjen ajo janë, se bën me thon gjëna të bukura normale, e tjera nuk të rikin vëmendjen. Ajo të rik vëmendjen dhe për me bën një klip për Rizartin, ç'a mund të bësh e klip tjetër, edhe këto shfrytëzojnë pikat e dobta këto sikletet, këto gjënat e pathëna si thua. Kisha pa sekretin për atë Rizartin, më Rizartin lënë për një çamull e mirë që të bëjnë kontrastin me këto persona negativ si Gerta që i flalin shajnë. Pra, ti do me zjarr rreth të si Gerta, do me barazu me Gertën, ose me zjarr si Tlik, ose ajo është konfidenciale i komunikim që ka bëmë, pra, është megjithatë Mario, a kishte nominim? Se thap, mane keni nominimin, a në gjove me vëmendje? Po, dhe më duke Gjesti po ja hall në një, pasi dalin televotim 5 veta, është edhe Gjesti. Eliminimi të shi, s'ka eliminim të shi. Pa mërë burë, do të ketë eliminimin, është televotimi, apo ka televotimi. Unë them del shkëllëzeni, bro. Pa, u zë vencu ajo puna e zogut, kam përshtypjen shkëllëzeni. Sepse do shofi, unë t'jem unë, të shi, me ma kaluaj me vë për zotën, unë për tonë të fjetë gjumi bi vë kres, ati, Gjesti. Tonë kun, 50 cop në ditë, 50. Një shoku jonë në shkrujti në qatë që tha unë do e kisha demonstru rastin e vës me 1 vë, 2 vë mureve, kretjesht, shikoni si ju duket, apo ju duket dhuna, apo loja është tjesht loj, dhe një vë ftyrë Gjestit e kisha thonë, qa ka, s'ka s'një problem. Një aty në prime, live, po, një aty në prime. Ashtu bëhet, në fakt, në regullë e ka. Po, e drejt, shumë e vërdet, shumë e vërdet. Ashtu bëhet, në fakt, edhe do të kishim pa një spektakl, ma nejse si fluturën për pigjeresh. Prej purit, serë, ati dhe me bosh. Tu hi edhe për herë të parë bodyguardët mrena, ati të pata big brother. Security, pa. Po i më në kapi. Ati filloj, shifta dhe qaponol me tjerë. Zjerm, hajde kush po del, kush po nominohet. Subscribe. Kena harru kret, subscribe. Ka qam.